Kur duhet të bëni dush, në mëngjes apo në darkë? Ja çfarë thonë ekspertët. Shumë persona preferojnë të lahen në mëngjes, ka të tjerë të cilët preferojnë të bëjnë dush në mbrëmje para se të vlen. Por çfarë thotë shkenca? Në mëngjes duhet të laheni kur jeni të stresuar nga puna ose kur jeni edhe më kreativ. Pra, ekspertët këshillojnë: mund të vazhdoni të ndiqni rutinën tuaj, por këshilla është të bëni dush në mbrëmje. Një grup ekspertësh nga Harvardi i dha në përgjigje kësaj pyetje. Ata shprehen se larja e fytyrës dhe e trupit në darkë ndihmon në shëndetin e lëkurës, sidomos në verë ose edhe në pranverë. Gjatë ditës, nëse qëndroni jashtë, djersiteni dhe një dush në mbrëmje para gjumit ju ndihmon të qetësoheni dhe të bëni një gjumë më mirë. Por nuk duhet të harroni se dushi duhet të bëhet 90 minuta para se të flini. Dushi në mbrëmje ju ndihmon gjithashtu edhe për pagjumësinë, pasi ul nivelin e kortizolit që lidhet gjithashtu edhe me probleme të ndryshme që lidhen me stresin.